Absolut nuk po I fajsoj sonte. Veprimet e tyre po I vendosin zbuluar para qytetarëve të Republikës Kosovës. Pa, janë është fajsem, kjo është gjuhë, tash është semantik, po bëjmë edhe gjuhë. Nuk I bëj avokatin e opozitës, normal që unë jam këtu ta bëj avokatin e subjektit që I përfaqësoj. Jo, s'po I them, po ju po thoni të njëjtën gjë vetëm me aspektin semantik për zbosni pastaj. Si e kanë pas ndërmend, unë po ju dëshiroj sukses. Mirë, po çka është, vërtet nuk e kanë me neve, po me elektoratin. Esenca e këtyre zgjedhjeve që ata shpesh të kem dëgjuar ata e mendojnë që elektorati nuk din me mendu, po duhet këta akademik të tyne që si paten, kur u dasht një akademik me qita aty për president, s'kesh mirë, po kanë ata në radhet e tyne t'heshtur aty dikun baz, të cilët dalin tash edhe eftojnë elektoratin pak me mendu se diqysh s'po din ata. Do me thonë popullin e konsiderojnë pak si t'padishëm dhe ka gabu, hajde t'i korrigjojmë test, që shqitojnë aty në provim po e kanë ngel qytetarin dhe tash ai duhet me riprovim me dalë. Pra, peftojnë një riprovim. E tash e shohim, a kanë ditë qytetarët, a pas kanë gabu? Mirë, e cili është slogani juaj? E di që do delni para... Tash me gjithë, ka me njerë sloganin pak do të me mendu. Jo, pro, cila është vërtet, po provoj, se s'po them që ju ta zbulani... Shka ju them qytetarët? Çfarë do ju thoni qytetarëve? Si veç që jam lodh prej gjitha këtyre proceseve zgjedhore, vetëm nga aspekti si qytetare, e di që janë lodh shumë qytetarë. Ka pas shumë prej tyre që në fillim kanë thonë nuk do dalë. Ju lusë bëni diçka nuk do dalë. Çka nëse ju thojnë, çka nëse ju thojnë zonja Mulaxha, që ta shtroj pyetja. Hajde. Çka nëse